Edhe socialdemokratët kërkojnë garanci nga Bullgaria se në të ardhmen nuk do ta bllokojnë Maqedoninë në rrugën eurointegruese. Kryetari i partisë Venko Filipçe nga Prilipi porositi se Bullgaria duhet qartë të tregojë se nuk do të vendosë kërkesa të reja jo parimore ndaj Maqedonisë. Бугарите треба да направат навистина еден чекор кога еден нивни сосед кој што има аспирации да стане земја членка во Европска унија, да се однесуваат по-европски. Ако ние стравуваме дека утре може да има некаква блокада на непринципиелна основа, на основа на јазикот, идентитетот и така натаму, нека покажат европско однесување и нека кажат дека нема да го има тоа. Нека кажат, ние сакаме нашите соседи да се во Европа, еве ќе ви даеме поддршка. Не се грижите, нема да има такви барања. Тоа е вистинска добрососедска политика. Не само да притискаш некого што е помал и послаб. Ai bëri thirrje Bullgarisë të tregojë sjellje europiane, duke theksuar se fal politikave të LSDM-s gjuha maqedonase është njohur zyrtarisht në BE, ndërsa marrëveshja me Frontex është dokumenti i parë i nënshkruar në gjuhën maqedonase pa kushte dhe pa fusnota. Да, точно ете, Филипче дојде на ставот на ВМРО ДПМН дека не е само прашање промената на уставот. Но истовремено не може да знаеме на што сме со ваков човек. Ова е израз на една нестабилност која што се повторува во СДСМ. Второ, ние не знаеме ни што е причината за ова негово однесување и дали ова негова изјава ќе еволуира во изјава како она додека дишам мојата македонска жица, никој нема да ја допре, пошто ќе следи едно ново велепредавство на македонските национални интереси, слично со она што се случи со неговиот ментор, со кого тоа е вака секој ден. Përndryshe, të gjithë 17 eurodeputetët bullgar nënshkruan letër përmes së cilës e dënojnë Tomas Vajcin, eurodeputetin austriak nga Partia e Gjelbërt, përgjegjës për përgatitjen e raportit për Maqedoninë, në të cilin për herë të parë përmendet gjuha maqedonase dhe identiteti maqedonas. Ata theksuan, siç transmeton BGNes, se qeveria e Maqedonisë kishte ushtruar ndikim të tepruar mbi punën e raportuesit Vajci gjatë negociatave dhe sa ai kishte injoruar dhunën ndaj bullgarëve në vend. Bullgaria prej kohësh akuzon fqinjin perëndimor për fshehje të historisë së tyre të përbashkët dhe mohimin e rënjve bullgare të gjuhës dhe identitetit të Maqedonisë së Veriut. Sipas publikimit, kryeministri bullgar Rosen Zhelaskov e ka thirrur kryetaren e Parlamentit Evropian Roberta Metsola në prag të votimit për të kërkuar shtyrjen e tij. Në fund, raporti nuk u votua në komunitetin për punë të jashtme të PS. Qeveria bullgare dhe eurodeputetët bullgare akuzuan Vajc për fshehje të takimeve lobuese me përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë dhe për mbështetje të kërkesave të Maqedonisë, duke u dhënë atyre informacione konfidenciale dhe duke injoruar qëndrimin bullgar.